Shkurta ballafaqohet me Elionën në mes të shtëpisë, ndërsa të gjithë banorët e tjerë ndjekin situatën me vëmendje. Tensioni mes tyre ka qenë duke u ndërtuar prej ditësh dhe tani më në fund vjen çasti që të dyja të përballen hapur. Eliona, e lodhur nga debatet dhe keqkuptimet, i afrohet Shkurtës me një ton më të butë se zakonisht dhe i kërkon falje për çdo keqinterpretim apo fjalë që mund ta ketë lënduar. Ajo përpiqet të shpjegojë se nuk ka pasur qëllim të keq dhe se dëshiron thjesht ta mbyllë kapitullin e konfliktit, por Shkurta nuk dukej as pak e gatshme ta pranonte faljen. Ajo e dëgjon Elionën me krahët e kryqëzuar, pa asnjë shenjë zbutjeje në fytyrë. Sa po Eliona mbaron së foluri, Shkurta nis të flasë me një ton të prerë dhe të ftohtë, duke i bërë të qartë se falja nuk është diçka që ajo ka ndërmend ta japë. Ajo thot hapur se, sipas mendimit të saj, Eliona ende nuk ka kuptuar asgjë nga situata dhe se sjellja e saj i duket e papjekur. Shkurta shton më tej se për të, Eliona sillet ende si një fëmijë, dikush që nuk di të menaxhojë konfliktet në mënyrë të matur dhe që reagon në mënyrë impulsive. Ajo shprehet se Eliona nuk ka treguar mjaftueshëm përgjegjësi për fjalët e saj dhe se ende nuk ka mësuar si të përballojë situatat e vështira pa u futur në drama të panevojshme. Duke e vazhduar fjalën e saj, Shkurta thekson se, sipas saj, Eliona duhet të rritet emocionalisht dhe të mësojë të përdorë më shumë mendjen para se të flasë apo të reagojë. Këto komente e vendosin Elionën në një situatë të vështirë, pasi ajo kishte shpresuar që kërkimi i faljes do të sillte një farë paqeje mes tyre. Por Shkurta nuk lëshon pe. Ajo thot qartë se nuk e ka ndërmend të falë dikë që, sipas saj, ende nuk ka kuptuar se çfarë ka bërë gabim. Për më tepër, ajo shton se Eliona nuk ka treguar asnjë shenjë që ka reflektuar plotësisht mbi konfliktin dhe se për këtë arsye nuk sheh asnjë arsye të pranojë faljen. Situata tensionohet edhe më shumë kur Shkurta, pa e kufizuar as pak tonin e saj kri,